Vëllezrit e profetit Jusuf a.s. Xhelozia që ata kishin. Në historinë e shpalljes hynore, një nga tregimet më të bukura dhe më të thella është historia e profetit Jusuf a.s. Kjo histori përmendet në mënyrë të plotë në Kur'an, në surën Jusuf, të cilën Allahu e përshkruan si: ne po të tregojmë tregimin më të bukur. Profeti Jusuf ishte djalë i profetit Jakub a.s., një nga profetët e mëdhenj të Allahut, edhe pasardhës i familjes së profetit Ibrahim a.s. Jakubi kishte 12 djem. Mes tyre ishte dhe Jusufi dhe vllai i tij i vogël, Benjamini. Por Jusufi kishte diçka të veçantë. Ai ishte një djalë i bukur, i butë në karakter dhe i dashur për babain e tij. Për këtë arsye, Jakubi a.s. e donte shumë edhe kujdesej për të. Por kjo dashuri ndezi një ndjenjë të rrezikshme në zemrat e disa prej vëllezërve të tij, xhelozin. Një ditë Jusufi i tregoi babait të tij një ëndër të çuditshme. Ai tha: "O babai im, unë pash në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën. I pash duke më bërë sejdë." Jakubi e kuptoi menjëherë se kjo ishte një shenjë nga Allahu për një të ardhme të madhe për Jusufin. Prandaj ai e paralajmëroi: "Mos u trego ëndrrën vëllezërve të tu, sepse ata mund të bëjnë një kurth kundër teje." Por xhelozia në zemrat e tyre tashmë ishte rritur. Vëllezrit filluan të thonin mes tyre: "Jusufi dhe vllai i tij janë më të dashur për babain ton se ne, ndërsa ne jemi një grup i fortë." Dhe kështu, ata filluan të mendonin për një plan. Njëri prej tyre tha: "Vriteni Jusufin, ose largoheni në një vend të largët, që dashuria e babait tuaj të jetë vetëm për ju." Por një tjetër vëlla propozoi një plan tjetër: "Mos e vrisni Jusufin, hidheni në fund të një pusi, që ta marri ndonjë udhëtar." Kështu ata vendosën planin e tyre. Ata shkuan tek babai i tyre, profeti Jakub a.s., edhe i kërkuan leje që ta marrin Jusufin me vete për të luajtur edhe për të shëtitur. Ata i thanë: "O babai ynë, pse nuk na beson për Jusufin? Ne do të kujdesemi për të." Por zemra e Jakubit ndjente diçka. Ai tha: "Më trishton që ta merrni me vete, dhe kam frikë se mos e ha ndonjë ujk ndërsa ju jeni të pavëmendshëm." Por ata e siguruan duke thënë: "Nëse e ha ujku, ndërkohë që ne jemi një grup i fortë, atëherë ne do të ishim vërtet të humbur." Më në fund, Jakubi pranoi. Ata e morën Jusufin edhe e quan larg. Kur arritën tek pusi, ata realizuan planin e tyre. Ata e hodhën profetin Jusuf a.s. në fund të pusit. Një moment i rënd për një djalë të vogël, i tradhtuar nga vëllezërit e tij. Por Allahu e ngushëlloi atë. Kurani thot: "Ne i shpallëm atij. Ti do t'i njoftosh ata për këtë veprim të tyre, ndërsa ata nuk do ta kuptojnë." Pastaj vëllezërit u kthyen tek babai i tyre në mbrëmje, duke qarë. Ata sollën një këmishë Jusufit, të lyer me gjak, dhe thanë: "O babai ynë, ne shkuam për të garuar dhe e lam Jusufin pranë gjërave tona dhe hëngri ujku." Por Jakubi a.s. e kuptoi se kjo nuk ishte e vërteta. Ai tha fjalët që janë bërë simboli durimit: "Jo, por shpirtrat tuaj ju shtyn në një gjë, durim i bukur. Dhe Allahu është ai prej të cilit kërkohet ndihmë. Pikëllimi i tij ishte i madh." Kurani përmend se nga trishtimi i madh për Jusufin, sytë e Jakubit u zbardhën nga lotët. Vitet kaluan, ndërkohë Allahu e ngriti Jusufin nga fundi i pusit deri në majet e pushtetit në Egjipt. Ai u bë njëri i ditur dhe përfundimisht ministri i thesarit të Egjiptit. Pastaj erdhi një krizë e madhe ushqimore që përfshiu rajonin. Njerëzit nga shumë vende erdhën në Egjipt për të marrë ushqim. Mes tyre erdhën edhe vëllezërit e Jusufit. Ata hyrën në pallatin mbretëror, pa e ditur se njeriu që po qëndronte përpara tyre ishte pikërisht vëllai që ata kishin hedhur në pus. Jusufi i njohu menjëherë, por ata nuk e njohën atë. Pas disa takimeve dhe ngjarjeve, erdhi momenti i madh. Jusufi u tha atyre: "A e dini çfarë i bët Jusufit edhe vllait të tij kur ishit të paditur?" Ata u habitën dhe thanë:
A jeti valë Jusufi? A i u përgjigj, unë jam Jusufi, edhe ky është vllai im. Allahu na ka dhënë mirësi. Në vend që ta hakmerej, a i fali. A i tha, sot nuk ka qortim për ju. Allahu ju fal. Më në fund, erdhi momenti i ribashkimit. Jusufi dërgoi për babain e tij, Jakubin dhe gjithë familjen. Kur ata u takuan, ishte një moment i mbushur me emocione. Familja u bashkua pas shumë vitesh ndarjeje dhe ëndra e Jusufit u realizua. Kurani përmend se prindërit edhe vëllezërit e tij u përkulën në respekt para tij, duke përmbushur ëndrrën që ai kishte parë në fëmijëri. Kjo histori është një nga tregimet më të bukura të Kuranit. Ajo na mëson për rrezikun e xhelozisë, fuqinë e durimit dhe madhështinë e faljes. Sepse ndonjëherë sprovat më të mëdha në jetë janë vetëm fillimi i një historie që Allahu e ka shkruar me urtësi.